Hello, këto janë 3 fustane që nuk do të mungojnë nga garderoba juaj për muajin korrik. E bët sold out, e rikërkuat, e vonuan pak, por ja ku është sërish fustani Persephone, që është nga koleksioni jon i parë. Menduam ta risjellim sepse si model është pikërisht më perfekti për të verë. Vjen me këtë pjesën e badit në tantel në ngjyrë kaf, ka pjesën e fundit dhe të qarën e vet. Vjen me një rip kështu dhe një rip kështu. Ky është dhe të paktën sipas opinionit tim fustani më seksi nga koleksioni i The Gallery me Sony Mala. Vjen me këtë pjesën këtu tek qafa. Ju e keni parë tek videoklipi i Sonit dhe tek kopertina e Global Human nga Nicole. Më pëlqen se ka gjithë kurrizin e hapur, vjen pas trupit dhe ju nuk keni nevojë për aksesore, vetëm një palë vëth minimale dhe jeni gati të rishni vëmendjen tuaj. Ky është dhe fustani i tretë që nuk duhet mungojë nga garderoba juaj këtë korrik, duke qenë se është hot. Si fillim ka emrin me të jeton dhe është nga koleksioni The Gallery me Sony Malaj, ka këtë çarjen këtu fantastike. Ju e keni parë tek Sony tek ferma. Sugjerohet të vishet gjatë mbrëmjeve, por edhe në plazh. Mund ta merrni si një fustan që mund ta vishni sipër rroba banjeve tuaja, mbase për pasdite në dark. Këto ishin dhe 3 opsionet e 3 fustaneve që nuk duhet mungojnë nga garderoba juaj këtë korrik nga The Gallery. Së shpejti të nisim uljat. Hello, këto janë 3 fustane që nuk do të mungojnë nga garderoba juaj për muajin korrik. E bët sold out, e rikërkuat, e vonuan pak, por ja ku është sërish fustani Persephone, që është nga koleksioni jon i parë. Menduam ta risjellim sepse si model është pikërisht më perfekti për të verë. Vjen me këtë pjesën e badit në tantel në ngjyrë kaf, ka pjesën e fundit dhe të qarën e vet. Vjen me një rip kështu dhe një rip kështu. Ky është dhe të paktën sipas opinionit tim fustani më seksi nga koleksioni i The Gallery me Sony Mala. Vjen me këtë pjesën këtu tek qafa. Ju e keni parë tek videoklipi i Sonit dhe tek kopertina e Global Human nga Nicole. Më pëlqen se ka gjithë kurrizin e hapur, vjen pas trupit dhe ju nuk keni nevojë për aksesore, vetëm një palë vëth minimale dhe jeni gati të rishni vëmendjen tuaj. Ky është dhe fustani i tretë që nuk duhet mungojë nga garderoba juaj këtë korrik, duke qenë se është hot. Si fillim ka emrin me të jeton dhe është nga koleksioni The Gallery me Sony Malaj, ka këtë çarjen këtu fantastike. Ju e keni parë tek Sony tek ferma. Sugjerohet të vishet gjatë mbrëmjeve, por edhe në plazh. Mund ta merrni si një fustan që mund ta vishni sipër rroba banjeve tuaja, mbase për pasdite në dark. Këto ishin dhe 3 opsionet e 3 fustaneve që nuk duhet mungojnë nga garderoba juaj këtë korrik nga The Gallery. Së shpejti të nisim uljat.